Qindra besimtar katolik ditën e sotme kanë kremtuar Pashkët, ringjalljen e Krishtit. Urimeve për këtë fest janë bashkuar krerët më të lartë të shtetit shqiptar. Presidenti Bujar Nishani nëpërmjet një njoftimi zyrtar ka theksuar se dita e bekuar e Pashkëve këtë vit e ka gjitur Shqipërinë edhe më afër familjes europiane, dhe kjo përbën një tjetër dëshmi se shpresa jo nuk shuhet, por ringjallet si Krishti me më tepër fuqi. Edhe pse ka qenë i pari që ka uruar besimtarët katolik, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryeministri Edi Rama, 3 orë më pas, kanë zgjedhur simbolin e Pashkëve që janë vezët e zbukuruara për të uruar besimtarët katolik. Urimin e tyre Basha dhe Rama kanë zgjedhur ta bëjnë nëpërmjet rrjetit social Facebook. Ndërsa kryeparlamentari Ilir Meta urimin e tij për Pashkët preferoi ta bënte nga katedralja e Shëmpalit në kryeqytet, duke dhënë mesazhin se kjo festë është një moment për të reflektuar, pasi pas kryqëzimit vjen ringjallja. Është një moment për të reflektuar. Ngjitja e Jezusit në qiell është një ftesë për gjithë, për të ngritur në lartësinë e besimit, të shpresës dhe të mirësisë, sepse pas kryqëzimit vjen ringjallja. Të uroja gjithë besimtarëve katolik dhe gjithë të qytetarëve shqiptar më shumë paqe, harmoni, dashuri. Pas kryeparlamentarit Meta nga katedralja e Shëmpalit kanë qenë 2 emrat e përfolur për kryetar bashkie, Erion Veliaj dhe Blendi Klosi, të cilët të shoqëruar nga ministra e Arsimit Lindita Nikolla, përcollën urimet në emër të Partisë Socialiste. Gëzuar Pashkët për shumë vjet këtë ditë shënuar, ditë ringjalljes, ditë rilindjes vlerave të harmonisë, mirëkuptimit dhe tolerancës. Gëzuar. Zoti Klosi, jeni një ndër emrat më të përfolur. Duke qenë një ndër emrat më të përfolur për bashkinë e kryeqytetit, Ora News përfitoi për të pyetur deputetin Blendi Klosi në lidhje me këtë çështje, i cili preferoi ta kalojë në heshtje. Ndërsa Partia Demokratike kishte zgjedhur që urimin e saj për besimtarët katolik ta përcjellë nëpërmjet deputetit Aldo Bumçi, i cili në fjalën e tij uri theksin tek 2 shqiptarë të cilët u pagëzuan nga Papa Francesku, gjë që sipas tij dëshmon qartë lidhjen e ngushtë që ekziston ndërmjet Shqipërisë dhe Vatikanit.